Si të zhdukni thinjat përgjithmonë vetëm me një përbërës? Ja receta. Flokët bëhen të thinjur kur qelizat ngjyrëprodhuese ndalojnë prodhimin e pigmentit. Në mënyrë tipike njerëzit fillojnë të kenë flokë të thinjur gjatë të 30-tave. Sigurisht, flokët e thinjur mund t'ju ngjyrosin për t'ju fshehur thinjat, por nëse dëshironi të mos keni ngjyrë tjetër të flokut, por ngjyrën e vërtetë të flokëve tuaj, ne ju sugjerojmë të recetë me vetëm një përbërës për të ndihmuar në fshehjen e thinjave të padëshiruara. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është të merrni një tenxhere me lëvore të patates dhe 2 gota ujë. Përgatitja: hidhini lëvorët e patates në ujë dhe vloni për 5 minuta. E lini që të ftohen, lëngu në fillim e ktheni në ngjyrë të verdhë dhe më pas të zezë. Lani flokët me shampo, siç bëni zakonisht. Hidhni përzierjen e patateve në flokun tuaj dhe pastaj mbuloni flokun me një peshqir. Mbajini atë për disa minuta. Kjo përzierje do t'i bëjë flokët tuaj më të errët dhe do ju ndihmojë gjithashtu edhe në balancimin e ngjyrës gri të flokut tuaj.